Tu ngjatjeta uroj të jeni mirë, mirë se u gjej dashur miq. Unë vazhdoj të jem në Doha në Katar edhe sot për arsye se pas forumit të Dohas ishte edhe një summit tjetër shumë i rëndësishëm tek i cili unë duhej të merrja pjesë. Ishte summiti i bashkëpunimit ndërmjet GCC-s, pra vendeve të Gjirit dhe Afrikës. Çfarë është duke ndodhur me Afrikën, çfarë është duke ndodhur me Europën, çfarë është duke ndodhur me Amerikën, çfarë është duke ndodhur me botën e re që po lind, ku po shkojnë investimet, si po mendon bota, çfarë po bëhet në të gjithë planetin, si po lëvizin kapitalet. Kam dëshirë të flas sonte shumë shkurt për gjithçka është duke ndodhur, sepse edhe samiti i Soçëm, ku unë mora pjesë, samiti i bashkëpunimit të vendeve të Gjirit me Afrikën, kishte shumë për të mësuar dhe çfarë duhet mësojmë ne vendet e Ballkanit, pikërisht në këtë moment në të cilin po kalon bota në këtë tërmet të madh. Çfarë do të ndodh me kapitalet botërore, cila është loja e Pekinit, po amerikanët çfarë do të luajnë, të cilët edhe janë në luftë me Kinën, por nga ana tjetër edhe janë duke kërkuar të negociojnë me të. Europa nga ana tjetër është e terrorizuar. A do të fundoset Europa apo ka një plan shpëtimi? Deri tani ka një varësi të tmerrshme të Europës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A do të mundet Europa ta shkëpus këtë varësi apo jo? Çfarë do të ndodh me ne, me Ballkanin, me Shqipërinë, me Kosovën, si do të vinë dinamikat e reja? Çfarë do të ndodh me Europën, po me vendet të cilave u premtohet bashkimi evropian, siç u gënjejnë këtu? Ç'ishte 8 dhjetori, si u godit 8 dhjetori i shqiptarëve dhe ëndra e tyre për liri, dhe si duhet, sipas mendimit tim modest, si duhet ne shqiptarët sot të kuptojmë momentin e ri politik dhe gjeopolitik të planetit, dhe mbi bazën e këtyre dinamikave globale, të cilat unë po përpiqem t'ju asjell ju nga tryezat më të larta të planetit. Edhe në forumin e Dohës, ku isha në 5, në 6 dhe 7 dhjetor, edhe sot në samitin e bashkëpunimit të vendeve të Gjirit dhe të Afrikës, kanë qenë panele nga njerëzit më të rëndësishëm të planetit, të biznesit, të bankave, të gjeopolitikës, të inteligjencës artificiale, të teknologjisë, të korporatave dhe nga e gjithë bota. Unë sot dua t'ju tregoj, miq të dashur, si ne shqiptarët duhet ta kuptojmë të ardhmen tonë në ndritën e këtyre dinamikave të jashtëzakonshme, të cilat në një minutazh shpresoj të jetë i shkurtër, do të përpiqem t'ju qartësoj shumë shkurt. Ajo që po ndodh, miq të dashur, është diçka shumë e madhe. Dhe ne si shqiptar duhet përpiqemi me çdo çmim, me çdo kusht, fillimisht ta kuptojmë se çfarë po ndodh dhe ta kuptojmë se si mund të jetë shpëtimi ynë. Këtë duhet ta bëjmë duke kapërcyer përtej mesazhit dhe propagandës që ofrohet nga mainstreami dhe nga qeveria dhe aleatët e saj në opozit. Pse? Sepse qeveria në Shqipëri dhe aleatët e saj në opozit nuk janë në kërkim të një zgjidhje për ju dhe për Shqipërinë. Janë në kërkim se si do të konsolidojnë sundimin e tyre, fillimisht si elita intelektuale, ata besojnë se kanë supermaci intelektuale, prej vitit të 1990-1991, kur u ndan detyrat nga Partia e Punës dhe nga shoku i tyre Ramiz Alia, ata besojnë fillimisht se kanë supermaci intelektuale dhe më pas duhet kalonin urgjentisht tek supermacia financiare. Truri bashkë me financat, kur bëhen bashkë, ato janë që sundojnë. Nuk ka asnjë mundësi që të sundoj dikush që nuk kupton. Nuk ka mundësi të sundoj apo të drejtoj dikush që nuk e di se çfarë po ndodh, dikush që lexon lajmet te gazetat, dikush që shef lajmet tek mainstreami dhe tek burimi i njëjtë, cilin e prodhojnë ata që duan të vazhdojnë pushtetin e tyre. Ne si shqiptar sot, në këtë moment, në këtë oqean kaq të trazuar në cilin po kalon bota,
kemi disa detyra. Për t'i marrë këto detyra përsipër, fillimisht të shkojmë të kuptojmë se çfarë po bëhet nëpër botë, çfarë po luhet dhe të kthehemi ne këtu në Ballkan, në Europë dhe brenda Shqipërisë tonë, sepse sot është përtej dinamikave të cilat unë kam dëshirë t'i shpjegoj dhe që lidhen me zhvillimet globale, tashmë me qarkullimin e parave dhe të trilionave, si po lëvizin ato, dhe si ato do të përcaktojnë të ardhmen gjeopolitike dhe të ardhmen e ekuilibrave gjeopolitik të planetit, hajde të shkojmë ta kuptojmë shpejt e shpejt se çfarë është duke ndodhur. Në samitin e kooperimit, pra bashkëpunimit ndërmjet Afrikës dhe vendeve të gjirit, një mpleksje midis një virgjërie totale, tregjet afrikane, infrastruktura dhe terreni i Afrikës, vende të kolonizuara deri tani, të cilave u agrabisnin gjithçka dhe u jepnin çimçakiz apo u jepnin në i krehër për të krehur apo u jepnin në i pasqyrë për të marrë floririn, arin dhe pasuritë. Afrika sot është bërë njëri nga pikësynimet më të mëdha dhe më kryesore të kapitaleve botërore. Sot kam dëgjuar njerëz shumë të mençur dhe njerëz të cilët drejtojnë fonde të mëdha të fuqishme botërore investimi, të cilët thanë se sot në botë janë vazhdimisht në mënyrë të përsëritur mbi 17 trilion dollar, të cilat pritet dhe kërkojnë ku të investohen, dhe ato kanë nevojë, një, për tregje të sigurta, kanë nevojë për shtete të forta, kanë nevojë për shtete ku sundon ligji dhe ku nuk ka korrupsion, ku funksionon gjykata dhe gjithçka që i duhet kapitalit për të mos u trembur. Ne asnjërin nga këto nuk e kemi. Afrika po punon për ta patur dhe ne nuk e kemi këtë. Çfarë bënin delegacionet sot nga Afrika që kishin mësyer këtu në Katar dhe po bëjnë lidhje të fuqishme me Kinën, me vendet e gjirit, ku po bëjnë akorde bashkëpunimi për mineralet e rradha, për pasuritë e jashtëzakonshme të Afrikës, të bashkuara me kapitalet e vendeve të gjirit, të krijojnë investimet të cilat fillimisht rrisin fuqinë e vendeve të Afrikës dhe rrisin fuqinë e investimeve të vendeve të gjirit, të cilat janë tashmë investime që kërkojnë tregje të reja në këtë botë të re, në këtë oqean të ri që është duke u zhvilluar lajmi i globit, qoftë ai gjeopolitik, qoftë ai ekonomik. Kanë ardhur nga Afrika sot dhe po u thonë ne jemi vende të virgjëra dhe bota sot ka nevojë për vende neutrale dhe ne thot jemi vendi më neutral, sikurse thonin afrikanët sot kapitaleve të gjirit dhe fondeve të investimeve këtu, u thonin që ne kemi nevojë për investimet tuaja sepse ne ju japim atë që ju kërkoni, ne ju japim të gjitha mundësitë për të patur sukses, që do të thotë të fusim në bashkëpunim kapitalet e vendeve të gjirit, këto paketat e mëdha, portofolët të mëdhej të investimeve, dhe t'i bashkojmë ato me virgjërinë e Afrikës dhe me pasuritë e tyre mbaramendse, dhe në këtë mënyrë të krijojmë mundësi që të furnizojmë edhe tregjet e tjera, siç është tregu i Europës apo tregjet e reja ndërkombëtare, të cilat do të kenë nevojë për gjithçka që vjen nga një kooperim i kapitalit të vendeve të gjirit me virgjërinë e Afrikës. Por që kapitalet të lëvizin, ato ndikohen drejt për drejti nga gjeopolitika, nga zhvillimet globale. Çfarë po ndodh në këtë moment? Po ndodh një hata e madhe. Amerika është duke u thonë Europës, unë do të ngrej dorën nga ty. Rusia e sulmon nga njëra anë, Amerika nga ana tjetër është rrethimi i madh i Europës. Ndërkohë, britanikët, edhe pse kanë dalë në Brexit, janë duke bashkëpunuar edhe me
Parisin, edhe me Berlinin, edhe me vendet nordike, por edhe me disa nga vendet e Baltikut për të gjetur një formulë bashkë me Italinë, bashkë me vendet e tjera europiane, për të gjetur një formulë për t'i mbijetuar këtij momenti. Cila është formula në fakt? Nuk ka një formulë magjike, por ajo që dihet dhe ajo që duket është se ata po bëjnë diçka të madhe. A do të fundoset Europa? A do të eliminohet Europa si lojtar global? Kjo është një pyetje e madhe. Nuk është e lehtë dikush të gjejë një përgjigje të saktë për këtë, por pa asnjë diskutim që Europa sot është target. Dhe ashtu siç e tha presidenti amerikan Donald Trump, në qoftë se Europa vazhdon me këtë mënyrë dhe me këtë politikë që është duke ndjekur sot, do të shkojë drejt zhdukjes. Dhe ky ishte një tërmet i madh. Italianët, britanikët, francezët, nordikët, gjermanët po shohin urgjentisht të veprojnë se si do të marrin masa dhe si do të ndërtojnë planin e tyre të shpëtimit. Atëherë, çfarë mund të bëjnë dhe çfarë duhet të bëjnë? Ajo që mund të bëjnë është të tentojnë Kinën, ashtu siç po e tenton Amerika, atë duan të bëjnë edhe europianët tashmë. Europianët kanë nisur të besojnë fuqimisht se përderisa Amerika është edhe ajo duke hapur dyert me Kinën, pse të mos i hapim edhe ne dyert me Kinën. Ndërkohë që delegacionet e Afrikës sot, president të ndryshëm afrikan që ishin edhe tek forumi i Dohas, edhe tek forumi i kooperimit ekonomik vendet e Gjirit dhe Afrika, kishin ardhur dhe kishin për dhënë mesazhin që Kina është duke hyrë fuqimisht në Afrikë dhe është duke pushtuar Afrikën. Ndaj, edhe tregjet afrikane kanë nevojë edhe për kapitalet e vendeve të Gjirit, të cilat kërkojnë gjithashtu hapësira për të vepruar dhe për të pluskuar në këtë botë të re, hapësira të cilat kanë nevojë për stabilitet gjeopolitik, kanë nevojë për stabilitet politik, kanë nevojë për kuadër ligjor, kanë nevojë edhe për bashkëpunim rajonal dhe për afrim të kuadrit ligjor të rajoneve të ndryshme, në mënyrë që të krijohen hapësira dhe mushkëri për të oksigjenuar këto flukse të mëdha investimesh të cilat kërkojnë tregje me pak risk, me pak gabim, me pak mundësi falimentimit total, sepse mungesa e riskut nuk ekziston në investime, nuk mund të imagjinohet të ketë investim pa patur fare risk. Tashmë, ajo që duket është se Donald Trump u ka thënë europianëve, në qoftë se nuk i hapni rrugë bllokimit të emigracionit masiv, Europa nuk do të jetë më Europë pas disa viteve, që do të thotë do të jetë një Europë në të cilën nuk sundojnë më të bardhët anglosakson dhe nuk do të sundojnë më këto elitat e bardha, që do të thotë në qoftë se nuk do të ndaloni emigracionin masiv, do të thotë do të zhdukeni. Pse? Nuk do ta keni më mbështetjen amerikane, nuk do ta keni më coverin amerikan, nuk do ta keni më mburojën amerikane, dhe po të shkosh tek shifrat, Bashkimi Evropian deri në këtë moment vazhdon të ketë një vartësi të llahtarshme ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndaj dhe europianët po kujdesen që ndërkohë që paralelisht bëhen gati të hapin linja me Kinën, të mos e prishin dhe mos e këpusin fare perin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse? Sepse shkëmbimet tregtare transatlantike, pra ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Amerikës, kanë qenë 1.7 trilion dollar në vit, ndërkohë që me Kinën nuk i kanë kaluar ende 800 miliard dollarët në vit. Pra, vazhdon Europa të ketë një vartësi të jashtëzakonshme prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndaj dhe Ministrja e Jashtme e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, e cila ishte këtu në Doha dhe mbajti një fjalim në
konferencë një ditë më parë, ku tha se ne do të përpiqemi që të gjejmë gjuhën e përbashkët me amerikanët, do të përpiqemi të mos e këpusim fijen e perit që na mban të lidhur tashmë, sikurse do të përpiqemi që të konsumojmë të gjithë hapësirën që na e ka dhënë në dispozicion gjykata për ta pajtuar çiftin përpara se të shkojnë në divorcin përfundimtar. A do të pajtohet çifti apo jo, unë këtë nuk jam në gjendje ta them, por unë po ju them se këto rrenat që ju thonë në Tiranë me integrime europiane dhe këto budallalliqet, këto janë vetëm përralla që u a thonë për t'ju mashtruar shqiptarët e nderuar, vëllezërit dhe motrat e mi të dashur, me të cilët unë kam një komunikim vërtetësisht të vërtet, pastërtisht dhe sinqerisht të vërtet, me atë që di unë dhe me atë që unë kuptoj. Dhe ju a transmetoj ashtu si që di dhe ashtu si që mundem. Ka njerëz që kjo i pëlqen, ka njerëz që si pëlqen, nuk e zgjidhim do të këtë punë, por unë do të vazhdoj të bëj atë që di më mirë dhe atë që duhet dhe besoj se duhet të ndaj me ju. Dhe këtë do ta bëj ditë për ditë dhe natë për natë, siç e shihni, nuk kemi asnjë ndërprerje të komunikimit ton nga çdo cep i botës ku unë mund të jem apo do të jem. Pra, duhet kuptojmë një gjë sot. Në këtë moment që na kujton historinë e transformimit radikal të Shqipërisë 8 vjetori, kalimi nga periudha e sistemit komunist shkatërrues, sistem i cili krijoi njeriu e ri, shqiptarin e frikshëm, shqiptarin e dal të hutuar nga një periudhë 40 vjeçare izolimi total ekstrem, një vrasje dhe një shkatërim total i trurit dhe i elitave të mendimit që mendonin kundër, dhe sot e kemi detyrë kombëtare që të kuptojmë barsaletën e madhe me ndryshimin e sistemit. Nuk ndryshoi sistemi në 91-shin, fëmijët e kulakëve të djathtët të persekutuarit ish burgosurit kanë hëngër ajër prej 1990-s deri më sot. Kanë drejtu komunistët, kanë drejtu elitat e Partisë Punës Shqipërisë, të cilët kishin mundësi të shkollohen, kishin mundësi të informohen, kishin mundësi të ndërtojnë platformat e pluralizmit politik. Ju e dini që Partia Demokratike është themeluar te kompjuteri i Gramos Pashkos, që ishte një parti thellësisht e majt komuniste. Sot duhet përpiqemi të kuptojmë cila është sfida që t'i shpëtoni rrenave dhe propagandës që ju a kanë bërë në Shqipëri. Si do ta kuptojmë këtë? Miq të dashur, koncepti i majt, i djathtë, komunist, demokrat, këto janë tashmë koncepte që nuk i hynë në punë as dreqit. Dëgjoni më kujtes. I majt, i djathtë, komunist, demokrat, ballist, socialist, nacionalist, këto janë të gjitha përralla me mbret në botën që ka ardhur dhe po lind. Dëgjojeni me kujdes. Çfarë do ju them? Sot ka tërmet gjeopolitik, ka kulturë ekonomike të re tërësisht për planetin, ka kulturë digjitale tërësisht të re për planetin, ka kulturë investimesh tërësisht të re për planetin, ka trajektore të flukseve të parave, të keshit dhe të investimeve tërësisht të ndryshme, as një kapitalizëm, as një komunizëm, një vetëm tregje, siguri, politik, investim, fitim, korporatat, ku do të shkojmë të fitojmë para dhe kush do të na prishi rrugën, do ta shkatërrojmë. Prandaj edhe Donald Trump sot, me gjithë to korporatat e mëdha që ka rreth për qark, po thonë do vendosim paqe me çdo çmim, paqe nëpërmjet forcës, pse duan të bëjnë para, do bëjmë investime, thot. Lërini këto mua, thot, nuk më në xhep fare. Këto ideologji tuja me të majtë e me djathtë nuk më duhen hiç.
mua më duhet, thot, si do fitojmë para. Sot kisha në salë të konferencës, në këtë samitin Afrikan dhe Gjirit të Persik, të vëndeve të Gjirit pra, njerëz që kontrollonin portofolet të lahtarshme financiare. Dhe çfarë thonin? Ne nuk na intereson fare, thot, po hiç fare. Kush është kjo parti, qa është kjo parti, qa është e majta, qa është e djathta, qa është... Ne dum stabilitet politik, kuadër ligjor, gjykat dhe drejtësi, që kur të vi paraja mos trëmbet, sepse paraja trëmbet më shpejt se lepuri. Pse kur të vi tjetrit investoj dhe të hedhi para, do të jetë i sigurt. Tashmë Shqipëria, Afrika e Ballkanit dhe Europës, ne shqiptarët, pa asnjë fije racizmi, pa asnjë fije me vërtetësinë më të madhe, ne jemi Afrika në zemër të Europës. Ne nuk shkojmë dot te kapitalet globale pa shkullur hajdutët që keni në Tiranë. Kur nuk keni për të mbrit. Më do ju premtojmë, do vi ky, do vi Amerika, do vi Europa, do vi James Bondi, do zbresin marinsat. Këto janë rrena me mbret. Dëgjoni me kujdes. Nuk do ju mbaj gjatë. Këto janë rrena për t'ju mpir, për t'ju godit, për t'ju shkatru, edhe aq pak sa kemi ngel atje në Shqipëri. Ka vetëm një mundësi që të bëhemi pjesë e zhvillimeve të mëdha globale. Mundësit po ja them tani. Zhdukja e kastës hajdute politike të Shqipërisë dhe nga të gjitha sinjalet që ka marrë nga njerëzit më të rëndësishëm të planetit. Një, nuk ka për t'ju a bërë njëri dhurat largimin e tyre, do t'i largoni vetë. Në qoftë se jo, ata do të bëjnë marrëveshje me palën më të fortë. Në qoftë se pala më e fortë janë hajdutët e Tiranës, ata do të bëhen partnerët e lojës së re globale dhe jo ju populli shqiptar. Një, në qoftë se nuk e largojmë kastën hajdute 35 vjeçare e cila na mashtroi me pluralizmin politik, u përgatit ke shtëpia e të ndirit Gramos Pashko, statuti i PD-s dhe i kësaj lirisë dhe demokracisë. I gjithë spionët e sigurimit shtetit i futën, i bën parlament, i bën deputet, edhe ato pak të përndjekur politik që kanë qenë, i zhdukën, i largun, i futën brylin. Tashmë, botës nuk i intereson fare, po hiç fare, as Trumpit, as presidenti Trump, as BE-s, as Kaja Kallas, as Van der Leyenit, as Keir Starmerit, as britanikëve, as rusëve, as kinezëve, as multimiliarderëve të vendeve të Gjirit, as kapitaleve të çfarë do lloj vendi tjetër. Mbajeni mend këto që po ju them, sepse është shumë e rëndësishme, veçanërisht sot, që kjo bisede imja apo kjo pranie imja në këtë summit sot, shumë të rëndësishëm të dytë pas forumit të Dohas, apo që ishte aneksi forumit të Dohas, çfarë do të ndodhi me Afrikën, ka zbarkuar gjithë Afrika këtu dhe po ndërton planin për të ardhmen. Ne në Tiranë kemi një klik e cila nuk lejon kapitalin të vinë në Shqipëri. Bajeni mend këtë. Kapitali në Shqipëri nuk vjen sepse kur vjen në gjykat, nuk ka gjykat, sepse kur vjen biznesi për të bërë ankim, se mua ma ka bërë me hile shteti shqiptar, këta të thynë mes, nuk vjen kapitali në Shqipëri për sa kohë bandat dhe grupet kriminale janë ata që emërojnë ministrat, dhe nuk vjen kapitali i huaj dhe portofolet e mëdha në qoftë se nuk ka legjislacion, nuk ka ligj dhe nuk ka përpjekje rajonale pra Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malizi, të gjitha këto vendet që kërkojnë zhvillim, veçanërisht Ballkani Perëndimor, nëse nuk bëjnë kuadër ligjor të përafërt që kapitalet e mëdha të vinë në Shqipëri. Pra,
Gjendja juaj vëllezër dhe motra shqiptar dhe e imja nuk ka për të ndryshu me pralla se iku ky, iku ai, do vi Rama, iku Berisha, do vi Rama, iku Berisha. Këto janë rrena me të gjitha. E vetmja mundësi që jeta juaj të ndryshoj është të shkulen hajdutët nga Tirana. 1. Të hidhen kosht plerave. 2. Të ndërtohet shteti i ri shqiptar i cili duhet përballet me sfidat e të ardhmes, të ruaj me kujdes pulsin e Europës, të Amerikës, të Afrikës, të Euroazis, të Azis qendrore dhe të lindjes mesme, që të shohim çfarë do ndodh me ne shqiptarët. Rrenat e mashtruesve dhe të bijve të komunistëve në Shqipëri, që u bën ca socialistë, ca demokrat, janë të gjitha rrena, më vjen keq që u them. Jeta juaj nuk ndryshon nëse nesër Kreshniku vjen dhe bëhet kryeministri i Shqipërisë, apo nëse nesër vjen një engjëll dhe bëhet kryeministri i Shqipërisë. Kërkush në botë nuk ka mundësi t'ju bëj dërban. Kërkush në planet, edhe unë nëse do ju them, nuk kam fuqi ta bëj, do t'ju bëj jetën të jetoni bukur, jam mashtrues, sepse nuk kam çfarë të bëj nëse nuk ka para. Dhe paraja ka vetëm një mënyrë për të ardhur. Kapitali huaj. Dhe kapitali huaj dhe investimet e mëdha dhe menaxhimi i pasurive tona të brendshme kombëtare janë 2 armët tona të fuqishme për ta bërë jetën tonë më të mirë. Jo Kreshniku, as Genci, as Agimi, as edhe Mera i piku prej qilli. I piku prej qilli me ardh. Engjëlli më i madh i planetit. Të vit ju thot, largoni Ramën dhe Berishën se do vi unë, do t'ju a rregulloj unë historinë, është duke ju rrejt, nuk ka çfarë të bëj. Pse? Në qoftë se nuk ndryshon sistemi në Shqipëri, nuk ka asnjë mundësi, është kot. Çfarë do të thotë ndryshoj sistemi? Do të hiqen gjithë hajdutët, duhet i shkulim hajdutët urgjentisht në qoftë se doni shpëtim. Do shkulni hajdutët, do ta ktheni Shqipërinë në duart institucioneve, jo pronë të Edi Ramës dhe të 10 oligarkëve. Në qoftë se nuk e guxoni me e kthy Shqipërinë në pronësi të shqiptarëve dhe jo të 10 vetëve në Shqipëri, nuk keni shpëtim. Kushdo që do vi dhe do ju thotë në televizor, do ju shpëtoj Amerika, do ju shpëtoj Liechtensteini apo Azerbajxhani me Afganistanin, është duke ju mashtruar. Nuk ka për të ndodhur kjo. Do shpëtoni veten, dhe do të bëheni gati për botën e re. Bota e re është kjo që po ju them. Amerika ka heq dorë nga Europa dhe po e kërcënon, e ka rrethu bashkë me Rusinë. Rusia vazhdon kërbaçin kënej, Amerika vazhdon kërbaçin kënej. Çfarë do bëjmë? Amerika thotë unë nuk bëj më luftë me rujt Europën. E tha dje i biri i Donald Trumpit, që është Donald Trump Jr., ishte në sallë, ju anëzora dhe ke faqja ime në Facebook, ju a tha troç. Kur vje puna, tha, për të marrë para dhe për të bërë biznes, ta i bëjnë vetë, tha. Kur vje puna për të luftu me Rusin, tha, thonë do bëjmë luftë, tha, por kur vje puna për ta bërë luftën, na thonë, tha, le ta bëj Amerika luftën. Kuptoni ju? Ata nuk e hanë më këtë. Tashmë të dyja palët po gjejnë mundësi të hapin korridor me Kinën. Kina vazhdon përpara në drejtim të Afrikës. Shqiptarëve çfarë u thonë? U nxjerrin ca debila natë për natë në televizor, apo në rrjetet e YouTube-it, ca psikopetër të cilët u thonë shqiptarëve, nesër Shqipëria do bëhet xhenet dhe do hani me hall me luk Florini, njerëz të cilët nuk dinë me fol shqip sakt, njerëz të cilët kanë vetëm 100 fjalë tek fjalori i tyre, as se kanë idenë se ç'a është bota, se ç'a është Senati, se ç'a është Kongresi, ç'a është BE-ja, ç'a është Brexit, ç'a është Londra, ç'a është lindja mesme, Azia qendrore, Kina, Rusia, vendet e gjerë e kështu me radhë. Rruga juaj e vetme e shpëtimit dhe e jona është vetëm një, vëllezër dhe motra shqiptar. Të largojmë elitat hajdute të Tiranës. Të rinovojmë komplet strategjinë tonë të ardhmes gjeopolitike të Shqipërisë, të rinovojmë tërësisht dhe plotësisht të gjithë kuadrin tonë ligjor, i cili hap mundësi dhe krijon mundësi për të ardhur kapitalet e mëdha,
sepse nëse nuk vinë kapitalet e mëdha në zona si Ballkani, kapitalet do të shkojnë në Afrikë dhe më pas në Amerikën Latine, sepse afrikanët kishin ardhur dhe kishin thënë sot në konferencë këtu në Doha, parat e gjirit me Virgjërinë e Afrikës në një vend neutral si Afrika mund të jenë, thot, një trampolinë e mirë për të kërcyer në Amerikën Latine dhe në Amerikën e Jugut. Bota po ecën me tru, me plane, me laps dhe me letër. Ne në Tiranë jemi duke ecë me rena dhe me mashtrime. Nëse nuk shkëputemi nga renat, më vjen keq, miq të dashur, nuk shpëtojmë dot. Kjo është e para. E dyta, që është shumë e rëndësishme, truri është aseti më i madh sot. Nuk kemi shpëtim si kombë nëse nuk ka reform radikale në arsim nga klasa parë deri kur të mbaroj universitetin. Kam dëgjuar sot dhe jam trondit nga dëshmia e afrikanëve për flukset dhe kapitalet e vendeve të gjirit. Kush ishte dëshmia, e dini? Ata thanë se dhe portofolet e mëdha të investimeve, qofshin ato të gjirit, qofshin ato botërore, që ishin të pranishëm. Çfarë thanë? Sot tha, kapitali i vendeve të gjirit nuk është më thjesht pasuri dhe para, nuk është thjesht ardhje dhe prani e një keshi sasije të mëdha parash. Suksesi i vendeve të gjirit sot, veçanërisht i Katarit dhe i vendeve të tjera në rajon Arabia Saudite, është, thot, sepse investimet e tyre nuk janë më vetëm para, por kanë edhe knowledge, kanë dhe njohuri, kanë dituri, kanë inovacion, kanë teknologji, kanë dhe digitalizim. Bashkë me inteligjencën artificiale tani, bëhet para plus informacion që do të thot investimi ka një vlerë të shtuar. Vlera e shtuar është ajo që vjen nga truri dhe nga mendja. Ne në Shqipëri, në qoftë se nuk e ndalojmë këtë klasë hajdute nga 10 veta janë që drejtojnë Shqipërinë. 10 hajdut të mëdhenj. Amerika mund vit ju ndihmoj t'ju japi dorën nëse sheh vullnet që doni me ndryshu. Apo miq të tjerë të Shqipërisë në BE, në Europë, apo ku do në gjithë botën, ku ka miq Shqipëria. Kini parasysh diçka. E gjithë bota miq ka hallet e veta sot. Ka hallet e shtëpisë vet. Nuk i bin mendja kujt se ku i kanë hallet shqiptarët. Reform e trurit shqiptar. Po nuk rregullum trurin, do zhdukemi. Nuk e përballojmë dot. Më vjen keq ta them. Secili do sistemohet, kush në Europë, kush në Amerikë, kush në Kanada, ata që kanë marrë një pasaport, do përpiqen të hipin në një bark shpëtimi atje. Por ne si entitet shtetëror shqiptar kemi nevojë urgjentisht një të shkulim Shqipërinë nga duart e 10 vetëve dhe të Edi Ramës. Pse? Çdo kapital që vjen në Shqipëri, këta kërkojnë të bëhen ortak. Dhe çdo kush që do vinë në Shqipëri nga çdo vend i botës, këta duan të bëhen ortak pa filluar loja akoma. Kapitali ashtu nuk vjen. Por ata nuk kanë synim të vinë kapitalet. Ata kanë synim të bëhen padronët e Shqipërisë, që të grabisin çka ka ngel për Shqipërisë dhe të japin me koncesion vendin te korporatat e mëdha. Bota sot drejtohet nga korporatat miq. Ata po vendosin për luftën në Ukrainë, për luftën në Gaza, për luftën në 69 vatra të tjera në Afrikë, në lindjen e mesme, në Azinë Qendrore dhe kudo ku ka vatra lufte në botë. Sot po drejton kapitali korporatat. Korporatat kanë nevojë të bëjnë biznes. Biznesi ka nevojë për siguri, siguria ka nevojë për qeveri të pa korruptuara. Ka nevojë për drejtësi. Dhe për investimet e tyre, ajo që unë nuhata, ata janë të gatshëm t'u japin dorën dhe mbështetjen nëse do të shohin vullnet tek populli shqiptar, sepse kanë hallin e interesave të tyre. Ndryshe, parat, investimet, cilat janë vetmet që mundet të sjellin zhvillimin e një vendi. Burimet
natyrore të një vendi, pasuria e një vendi, demografia, gjeografia, truri që nga Shqipëria po zhduket dhe investimet të huaja. Këto janë komponentët e zhvillimit. Tjerat janë të gjitha pralla dhe rena, kështu ky është i majt ai i djathtë. Këto janë budalliqet e atyre lartë. S'ka më sot. Sot ka vetëm një orientim politik. Truri, informacioni, inteligjenca artificiale, mineralet e rralla, që Afrika kishte zbarku sot dhe po i thonte e janë se e keni Afrikën plot, të bëjmë deal, të bëjmë marrëveshje, ne ju japim mineralet, ju bëni investimin dhe hajde t'i shesim në Europë, në Afrikë, në Azi, dhe kudo ku ka tregje. Nuk ka më sot. Shkulni nga mendja rrenat, shpëtoni prej tyre, pastroni trurin prej tyre, e vetmja mundësi shpëtimi miq për ne shqiptarët. Në qoftë se nuk bëhet këto gjëra, sigurisht ne do të rrezikojmë shumë. Bota do të vazhdojë me ne dhe pa ne, por ne do të rrezikojmë shumë. Bëuni gati që të shpëtoni vendin tuaj, nuk ka për të ardhur për këtë betohem me gjithçka të shtrenjtë. Nuk ka për të ardhur dikush për t'ju shpëtuar, as për t'ju bërë dhurat asgjë. Për t'ju ndihmu, mund t'ju ndihmojnë miqt tuaj dhe të shqiptarëve kudo ku janë nëpër botë, sepse kanë interesat e tyre. Por punën do ta bëni ju. Nuk bën më kjo botë dhurata. Nuk ka më dhurata. Truri shqiptar është aratis, çfarë kemi ngel në Shqipëri dhe ai tru që është jashtë dhe që ka dëshirë të ndihmojë vendin, duhet ta bëjmë sot. Nëse nuk e bëjmë, jemi të pashpresmiq. Dhe kjo është natyra e historisë, kështu ka rrjedh ngjarjet, kështu na ka treguar i Madhi Zot, kjo ka qenë historia e njerëzimit. Kush nuk ka qenë i aftë të përshtatet dhe të bëhet gati për sfidat, zhduket. Shumë kombe zhduken, largohen, treten, zbërthehen. Kjo është bota e re që po vjen. Dhe 8 vjetori, dita e rinis, dita ku ju thanë shqiptarëve se ndryshoi sistemi dhe ra komunizmi, është rrena më e madhe që ka ndodhur ndonjëherë ndaj popullit shqiptar. Komunizmi nuk ka rënë miq, as ka bërë vdekje klinike, as është dukur, as është eliminuar. Komunizmi ndryshoi rob, ndryshoi mask, u sistemun, u arsimun, tashmë janë miliarderët më të mëdhenj të Shqipërisë, kontrollojnë kapitale të mëdha dhe ata kontrollojnë çdo lëmi të Shqipërisë. Ju kanë dhënë mundësinë në emër të lirisë dhe demokracisë të shani në Facebook, në YouTube apo në TikTok, të bëni batuta apo të shani nga ropët dhe nga familja, kur jeni me nerva të shani atë që ju del përpara, siç shahem unë apo shahet dikush tjetër, pa patur asnjë mëkat në jetën time dhe në historinë time ndaj popullit shqiptar, pa marr asnjë ditë, asnjë cent nga paratë e shqiptarëve, ne na shahet libri i dasmës. Pse? Sepse dikush ka hyrë i çmendur në rrjet. Dikush ka hyrë i luajtur mendsh në rrjet. E ka vrarë sistemi. E kanë vrarë hajdutët. Ne u shpjegojmë dhe ne ham bështymat. Unë s'kam punuar as ditë në shtet. S'kam qenë as ditë deputet as ministër. Ai më vjen më thot aty ju kollarët jeni gjithë isoj. Ju jeni gjithë hajduta, ju jeni gjithë poshtër, ju jeni gjithë shitur, ju jeni gjithë kështu. Pse? Ai ka mlef. Mlefi nuk ja kam shkaktu unë. Ja kanë shkaktu ta. Ky vjen ma përplas mu. Pse? Sepse është duke i plas zemra. Dhe kush është? Ndel Kreshniku e bështym Kreshnikun. S'ka si problem. Mu nuk më bën gjoti. Por unë kam hallin tënd që ti ta kuptosh se kush po të vret. Ishte rrend 8 vjetori miq. Ky vend nuk ka patur ndonjëherë ishte burgosur, ishte persekutuar luftëtar të regjimit komunist në pozita
që të drejtojnë në këtë vend. Sepse, si që ja thash në fillim të bisedës dhe gjatë saj, kur po ju shpjeguja historinë e kapitalit, kapitali shkon pas trurit, pas mendjes, pas teknologjisë, pas informacionit, pas zgjuarsisë. Ndaj dhe unë kam vetëm këtë fuqi, unë s'kam kapital, s'kam fuqi financiare, unë kam informacion, që është pasuri e madhe. Këtë pasuri e ndaj falas me ty çdo natë. Ti prap pse unë ndaj me ty, më pështyn, më shan, më poshtron, më denigron, sepse je një qeliz kancerogjene të cilën nuk e kam prodhuar unë. E ka prodhu sistemi i mashtrimit prej 35 vjetësh që ju tha, ra komunizmi, erdhi demokracia. Në fakt demokracia nuk erdhi, sepse Partinë Demokratike e drejtuan komunistët dhe ish sigurimi i shtetit, kaq e thjeshtë është, dhe vazhdon të jetë e komanduar prej tyre. Dhe sa herë flasim që duhet hapje ndaj Shqipërisë, ndaj të djathtë, ndaj konservatorëve, ndaj nacionalistëve, nuk ndodh kurrë, sepse ata janë bashkë. Janë bashkë. Ne jemi populli, ne jemi më shumë se ata, ne jemi më të fuqishëm se ata, por duhet ta kuptojmë pikën tonë të fuqisë dhe pikën tonë të gravitetit. Kush është fuqia jonë? Fuqia jonë është truri. Dhe më pasi ta kuptojmë situatën, t'i japim dorën njëri tjetrit, shpëtojmë veten dhe vendin dhe t'i hapim rrugën Shqipërisë për të rrugtuar në këtë botë të re, kaq të rrezikshme që po lind, ku mund të po flitet për zhdukjen e Europës. Kuptoni ju? Do zhdukeni, tha Europës, nëse nuk mbyllni kufit, nuk tha më, unë nuk do vi, tha, të mbroj gjithë botën. Është racist, s'është racist, unë nuk më intereso fare kjo punë. Nuk e zgjidh unë dot hallet e botës. Unë nuk i zgjidh dot hallet e botës. Kur them unë bashkë me ju, pra. Nuk më intereso më fare, le të shkoj, thot Europa, në rrotë të sëmës, thot. Nuk më intereso fare, thot. Ose mbyllni kufit, thot, hajde të ruajmë njëri tjetrin, ose shko zgjidhe vetë, thot, vrit veten, thot. Dhe ky do të jetë fati i gjithë atyre që nuk e kuptojnë këtë moment. 17 trilion dollar. Gjithkohës presin ku të shkojnë të investohen. Kush i rëmben zhvillohet. Kush nuk i rëmben do bëj status në Facebook edhe video në YouTube. Do hajm ajër edhe do lëpim pipra. Nga mëngjesi deri në darkë. Parat i kanë oligarkët, financat i kanë ata, sigurinë kombëtare e kanë ata, universitetet i kanë ata, trurin e kanë ata, elitat i kanë ata. Pjesa tjetër është arena. 8 dhjetori sot është të ngrihemi dhe të kuptojmë. E arritëm këtë, do të jetë fitoria më e madhe. Si jemi në gjendje të kuptojmë, do të eliminohemi. Fatkeqësisht, secili do të gjej rrugën e vet për të mbijetuar. Kaq kisha për sonte, pjesa tjetër e zhvillimit të mëdha, ju e dini si gjithmonë, vijon në numrin e ardhshëm. Shpresoj t'ju gjej mirë në Tiranë. Mirë dëgjofshi.